Një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit thotë se lufta ndaj korrupsionit në Shqipëri nuk duhet zhvilluar përmes akuzave politike dhe shtypet, por përmes sistemit të drejtësisë. Në një intervistë me kolegun Arben Xhixho, drejtori i Zyrës për Evropën Qendrore dhe Jugore, Jonathan Moore, ndalet edhe tek përplasjet politike mes pozitës dhe opozitës, si dhe mes qeverisë dhe presidentit. Zoti Moore, ju keni qenë në Shqipëri 2 herë që nga koha e ardhjes në pushtet të qeverisë së re socialiste në shtator. Cili është mendimi juaj për mënyrën si ka qeverisur ajo deri tani? Well, thank you for the opportunity to be here with Voice of America and to have this discussion today. It's been a great pleasure. Faleminderit së pari për ftesën për të qenë këtu tek Zëri i Amerikës sot. Unë e kam vizituar me kënaqësi Shqipërinë shumë herë dhe 2 herë si thatë ju, që nga ardha në pushtet e qeverisë re në shtator të vitit kaluar. Kanë kaluar vetëm 8 muaj dhe qeveria po punon intensivisht për një sër përbrashtish, siç është dhe ai marrjes së statusit të vendit kandidat në BE. Qeveria ka qenë efektshme në këtë drejtim dhe ky është një synim dhe i opozitës. Siç ka ndodhur edhe në shumë vende, ka patur pikpyetje për disa prej vendimeve të marra në fazat e para, nëse ato janë marrë për arsye partijake apo në kuadër të një strategjie më afatgjatë. Por deri tani, qeveria ka punuar shumë intensivisht për ta çuar Shqipërinë drejt integrimit evropian. Let me ask on the European Union. Shtetet e Bashkuara ishin për krahase të forta të antarësimit të Shqipërisë në NATO dhe tani mbështesin antarësimin e saj në BE. Ndonse vendimi i takon Brukselit, sipas mendimit tuaj, a ka bërë Shqipëria përparim të mjaftueshëm për të marrë statusin e qershor, pasi ka dështuar 4 herë në të kaluarën? Well, indeed, as you said, we do not. Siç e tha dhe ju, ne nuk kemi votë për Bashkimin Evropian, por ne mbështesim me forcë Shqipërinë në këtë drejtim. Integrimi euroatlantik është një nga përparësitë kryesore për Shtetet e Bashkuara. Ne duam të shikojmë një Evropë të bashkuar, të lirë dhe në paqe dhe si pjesë e këtij procesi, Shqipëria duhet të shkojë drejt BE-s. Ajo ka punuar shumë për këtë. Qeveria më parë me kryeministrit Berisha dhe qeveria tanishme me kryeministrit Rama janë të përkushtuar për këtë qëllim dhe ne do të dëshirojmë që Shqipërisë të jepë statusi i vendit kandidat. There is a lot of tension in the country between the two political forces. Në vend ka tension gjithsesi mes socialistëve dhe demokratëve. Ndonse lufta e ashpër politike nuk është në vetvete problematike, ajo bëhet e tillë kur paralizon punën parlamentare dhe sot po shohim ligje të rëndësishme të miratuar vetëm me votat e njerëz pak. Cili është mendimi juaj? Well, frankly, we are concerned. We know that the situation in society and certainly in politics Ne jemi të shqetësuar, jemi të ndërgjegjshëm për polarizimin e situatës në shoqëri, në politikë dhe në shtyp, por ne kemi besim në aftësinë e popullit shqiptar për të dalluar faktet e vërteta nga ato që i servir politika ose shtypi. Ne duam të shohim përgjegjësi si nga ana e qeverisë, ashtu dhe nga ana e opozitës, të gjejnë fusha ku mund të bashkëpunojnë në vend të periudhave me pasoja politike si ato kur një numër i madh njerëzish humbasin në vendet e punës. Avokati i popullit Totozani më ngriti të njëjtin shqetësim kur e takova që një numër i madh njerëzish kanë humbur vendet e punës që pas ndryshimit të qeverive duhet të ketë bashkëpunim mes tyre. Edhe këtu në Amerikë ka dallime të mëdha mendimesh, ka njerëz që nuk e pëlqejnë njëri tjetrin për shkak të personaliteteve të tyre, por kur flet për çështje politike, ka pika të shumta të përbashkëta dhe kjo është e rëndësishmja. There is also another tension being created now between the government. Një moment tjetër tensionesh janë ato mes qeverisë dhe presidentit. Zyra e presidentit e ka akuzuar qeverinë se ajo po përpiqet ta zhvesh atë nga kompetencat. Si e shikoni ju këtë çështje? Well, I had the opportunity. Kur isha në Shqipëri para disa javësh, pata mundësi të flisja për këtë çështje me presidentin, me kryeministrin, me kryetarin e parlamentit dhe me njerëz të tjerë në qeveri. Pikpamja jonë është që ne duam të shohim që institucionet të funksionojnë normalisht, që populli të besojë atyre dhe punës që ato bëjnë. Për disa prej çështjeve që presidenti i ka ngritur, ai po përdor mekanizmat e duhur ligjor, duke ju drejtuar gjykatës kushtetuese, siç ishte edhe rasti i shkarkimit të zonjës Xhuka, kryetares e Inspektoratit të Kontrollit të Pasurive. Ky është një hap shumë praktik. Në shumë vende, jo vetëm në Shqipëri, ka situata të ngjashme mosmarrëveshjesh për autoritetin e qeverisë, të kreut të shtetit apo të parlamentit. Ky është një hap shumë praktik. Në shumë vende, jo vetëm në Shqipëri, ka situata të ngjashme mosmarrëveshjesh për autoritetin e qeverisë, të kreut të shtetit apo të parlamentit. Ky është momenti i rëndësishëm si për presidentin
presidentin edhe për kryeministrin dhe rezultatet e punës së tyre do të tregojnë se sa e suksesshme është demokracia shqiptare. Presidenti përfaqëson gjithë vendin, kryeministri ka përgjegjësi për të gjithë vendin. Kjo duhet të jetë temë debati publik dhe nëse ka mosmarrveshje, ato duhen zgjidhur në mënyrë ligjore dhe jo politike. Një nga problemet më të mëdha të shoqërisë shqiptare, të institucioneve të vendit, është korrupsioni dhe dobësitë e sistemit të drejtësisë. Qeveria premtoi luftë të fortë ndaj korrupsionit. A ka qenë ajo e suksesshme deri tani? Well, you know, Arben, there are problems for corruption throughout the region. I can't, unfortunately... Ka probleme korrupsioni në gjithë rajonin, nuk mund të them që nuk ka korrupsion në Amerikë. Ky është një problem që qeveria më parshme dhe kjo tanishme janë zëtuar të luftojnë. Ata kanë qenë në pushtet për vetëm 8 muaj. Një nga elementet kryesorë të luftës kundër korrupsionit është goditja e tij me sukses, jo vetëm me fjalë. Për këtë duhet të përdoret prokurori i përgjithshëm Adriatik Llalla. Nëse ka fakte ndaj zyrtarëve në qeveri apo në nivel lokal ose ndaj gjykatësve, ato duhet të hetohen dhe t'i kalojnë rrugëve ligjore, prokurorisë dhe të mos bëhen përmes të ashtë-quajturit gjyq publik, përmes shtypit apo përmes politikanëve që akuzojnë për arsyet e tyre. Këto raste duhet të zgjidhen përmes sistemit të drejtësisë. Është vërtet që ka korrupsion në Shqipëri dhe në mes disa gjykatësve, por po ashtu ka dhe gjyqtarë shumë të mirë, të aftë me të cilët ne bashkëpunojmë gjithmonë, që i trajnojmë. Tani sapo kishim këtu për shembull kryetarin e gjykatës së Tiranës, zotin Islamaj, ka shumë të tjerë në sistemin e drejtësisë dhe në prokurori, tek të cilët ne kemi besim në Shqipëri. Mr. Moore, thank you very much. Well, I'm very pleased to have this opportunity. If I can just add a comment. Ishte e kënaqësi që isha sot këtu. Nëse më lejohet të shtoj diçka në fund, këto ditë ne sapo patëm për një vizitë të suksesshme me ministrin e jashtëm Ditmir Bushati dhe pas 2 javësh do të kemi për vizitë kryetarin e parlamentit zotin Meta, me pas do të kemi disa deputet. Para pak kohë në muajin shkurt kishim presidentin Nishani. Ndonë se është rëndësishme për mua dhe kolegët e mi të shkojmë në Shqipëri. Natyra e marrëdhënieve dypalëse është në një nivel shumë pozitiv, si shihet nga niveli i shkëmbimeve dhe këtyre vizitave. So thank you for the opportunity to have this discussion today. Thank you.